duhet të votoj unë për librën. Po pse do votosh për këta që pse duhet votoj kur unë e di shumë mirë që ju jeni në opozit. Ta shpjegoj pse. Pse ta hedh votën kot? Ta shpjegoj pse. As më ndihmon dot. Ta shpjegoj pse. E para sepse Libra është vetmja parti që nuk të ka vjedhur dhe nuk do të vjedhi. Nëse do të votosh për ata që të kanë vjedhur, i jep atyre mundësi të vjedhin prap. Dhe të gjithë shqiptarët e dinë që këto dy parti i kanë vjedhur për 12 vjet në mënyrë sistematike, nuk po thanë 27, sistematike, ditë në ditë. Kujt dinë që Libra nuk do vjedhi? Sepse nuk e ka bërë këtë gjë, Anila. Sepse se ka bërë, në fal. Muaj që është krijuar. Sepse se ka bërë. Nuk e kemi provuar në qeverisje. A mund ta marrë ti pyetje? Atëri pyetja tjetër. A mund ta marrë ti pyetje se a do vidhni apo jo? Nëse ndajnë mandatet 70 me 70, vota juaj ku do shkojnë? Nëse zgjidheni deputet. Le të mbaroj një atë që them. Nëse unë do kisha këtë Orex, edhe këtë Gryksi, do isha pjesë e këtyre dyave, Anila. Kam ikur me qëllim, me bindje, edhe me me ndërgjegjet plot, për mos pasur, për mos qenë pjesë e këtij bilanci. Kush është bilanci, Anila? Sa vjet keni qenë deputet, zoti Blushe? Po unë kam që ikët kaq vonë. Tani vonë e kuptuat që këto të dy janë të fliqur. Po kur ta kuptoja unë kur Rilindja erdhi në pushtet vitin 2013, ta kuptoja vitin 2012. Më fal, zoti Rama, sa kohë ka që është kryetari i PS-s? Dhe ju keni bashkë qeverisur apo bashkë opozit me të? E para kjo është një akuz e pa drejt. Pra, ç'ta bëni ju? Ju thoni që ky që ka qeverisur ka faj, po dhe ata që nuk e penguan pas kanë faj. Kjo është e pamundur. Unë kam bërë më shumë se kush do në atë parlament për çfarë. Nga muaji i dytë i qeverisë së rilindjes, i vetmi deputet në atë parlament, as për doja se bëri, kam dalë kundër armëve kimike. 1. Kam votuar kundër ligjit pronave 2. Kam votuar kundër ligjit arsimit lart 3. Kam votuar kundër ligjit mbetjeve 4. Kam votuar herën e fundit kur u binda dhe ishte nuk mande më, kundër